Do diskutojmë tani në lidhje me çmimin e energjisë elektrike në Kosovë, sepse vendimi i ZRE-s muajin e kaluar për të rritur çmimin me 16.1%, por edhe dalja në treg të lirë e kompanive e bizneseve, ka shkaktuar reagimin e odës ekonomike të Kosovës. Ne do diskutojmë më gjërësisht me zotin Safet Gërxhaliu, ish kryetari i odës ekonomike të Kosovës, ekspert ekonomie. Zoti Gërxhaliu, mirë se erdhët sërish në studion e televizionit Skan për diskutuar për problemet me të cilat përballen bizneset. Mëngjesi, falenderoj për ftesën, na si jemi ju. Atëherë, situata është realisht kaq kritike saqë detyroi edhe bizneset dhomën e odën ekonomike të Kosovës të reagojë duke paralajmëruar për falimentime, për rritje të kostove të prodhimit produkteve e shumë probleme të tjera. Me i thanë të drejtën e emisione juaj të respektuar, ne kemi paraqitur shqetësimet tona, e kemi bërë një kalkulim dhe një efekt parabolik të ngritjes së çmimit, e kemi paralajmëruar edhe qeverinë, po edhe aktorë tjerë relevant që do të ketë ndikime enorme negative në aspektin e zhvillimit ekonomik në veçantë sa i përket sektorit privat. Për fat të keq, sot në Kosovë dominon agenda politike, sot në Kosovë dështon për të 12 herë seanca për krimin apo për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit dhe si duket për ekonomi dhe për biznes nuk kanë hall askush. Është e vërtetë që është prit që do të ketë efekte negative zinxhirore, mirë po problemi më i madh është që definitivisht me problemet e sektorit privat dhe komunitetit biznesit nuk kanë hall askush. Nuk mund të mjaftoj vetëm nuk mund të mjafton vetëm ngritja e zërit të disa ekspertëve të pavarur politikisht për këto dëme që po i bën ekonomisë së Kosovës, dhe në fund të fundit derisa në vende tjera të rajonit ka dialog, ka partneritet dhe ekonomia është prioritet, në Kosovë prioritet kryesor është agenda politike dhe lufta për pushtet. Është vërtet që në vitin 2023, në vitin 2024, Kosova ka pas kurrje të eksporteve të produkte made in Kosova. Ky avaz tani tutje do të jetë edhe më i vështirësuar nga fakti që nëse në vitin 2024 një kompani prodhuese ka paguar 600.000 euro për energji elektrike, me këtë ngritje të çmimit do t'i duhet të paguajë më tepër se 2 milion euro. Dhe me këtë kosto lind pyetja, si mund të jetë konkurrues në tregun rajonal dhe europian prodhimi made in Kosova, si mund të jemi konkurrues me teknologji moderne, ku në vend që të avancohet investimi në know-how, në transfer teknologjisë, në certifikim, në standardizim, ne duhet të jemi të mvarur dhe të kalkulojmë vetëm sa i përket energjisë elektrike. Prandaj është diçka që vërtet nuk i bën Kosovës nder, nuk i bën perspektivës evropiane, sepse nëse nuk do të ketë zhvillim ekonomik, vetveti u lind pyetja si do të arrijë stabiliteti politik, si do të promovohet Kosova, si do të kemi investorë të huaj dhe si do të përmirësohet imazhi i Kosovës. Zoti Gërxhaliu, mendoni se numri i ndërmarrjeve është aq i madh saqë nëse ndikohen nga rritja e çmimit të energjisë elektrike, ju e thatë do të jenë më pak konkurruese, do të prodhojnë më pak, përjedhojt do të punësojnë më pak, përjedhojt do ndikojnë edhe në rritjen ekonomike që do të jetë me ullët, skenari më i keq është edhe recesioni. Realisht, impakt kaq të madh pritet të ketë rritja e çmimit të energjisë dhe dalja në treg të lirë? Po, definitivisht është një vendim i pa elaboruar, i pa kalkuluar, pa një fizibilitet të mjaftueshëm që të bëhet një vendim i tillë dhe duhet të kuptohet që mjerimi më i madh është që nga Kosova nuk po largohen vetëm qytetarët, po për fat të keq po largohet kapitali dhe po largohen bizneset vendore. Nuk ka emocion në biznes, ka kalkulim, profitabilitet dhe interes. Nëse këtë nuk e gjen dikush, atëherë është e mundur që dikush për hir të patriotizmit apo të dashurisë të punojë me humbje paraprake. Prandaj që të arrihet një profitabilitet, duhet të ketë dialog, duhet të ketë kushte, duhet të ketë mbështetje. Prandaj nuk duhet na habit fakti që do të ketë lëvizje të qytetarëve, do të ketë lëvizje të bizneseve, do të ketë lëvizje të kapitalit nga Kosova.
Në këtë drejtim, çdo reduktim apo çdo mbulfatje e kapaciteteve prodhuese të sektorit privat do të reflektojë me automatizëm në aspektin e financiar, po në aspektin social. Në aspektin financiar, kontributet për buxhet dhe për shtet do të jenë shumë të vogla. Në aspektin social, vetveti do të ketë kurrje të punësuarve dhe të mos flasim për punësime të reja, dhe tëra kjo vërtet e bën Kosovën apo e shndron apo e vulos fatin e keq që Kosova po shndrohet në një shtet për të larguar dhe jo për të qëndruar. Dhe politika ju e përmendët, zoti Kërxhaliu, në fillim të fjalës tuaj, dhe për informacion, sot ka dështuar sërish Kuvendi i Kosovës për të konstituar dhe seanca e radhës do të zhvillohet pas 48 orësh. Pse pafundësisht zhvillohen seanca për të konstituar, pra bëhet i njëjti veprim dhe me shpresën për të parë rezultate ndryshe? Sepse gjitha kjo transmetohet kudo. Unë besoj që gjeneratat e reja që do të mirën në studim të diplomacisë dhe të politologjisë do ta kenë këtë rast të Kosovës si case study se si nuk duhet të veprohet, kur Evropa është vërtet parasitet shumëta edhe ekonomike, edhe politike, edhe geostrategjike. Kosova nuk e ka komoditetin të eksperimentojë në këtë mënyrë. Jemi pjesa dërmuese e Parlamentit Kosovës shqiptar, dhe mes botës shqiptare të mos ketë gatishmëri për të gjetur një ide në interes të shtetit, në interes të qytetarit, e dëmton Kosovën në shumë aspekte, në veçanti në aspektin e imazhit. Vërtet jemi në një stat mjaft sfiduese, fakti që kemi do të thotë masa dhe sankcione nga Bashkimi Evropian, kemi mungesë stabilitet politik, kemi ngërç në dialogun me Serbinë, ta gjenerojmë tani edhe një ngërç politik të krijuar nga partitë politike shqiptare në Kosovë, vërtet e dëshmon një mjerim që e ka katandis vendien politike në Kosovë. Tek politikanët kosovarë, si duket, dy fjalë nuk ekzistojnë. Është fjala kompromis dhe sakrificë, dhe në këtë drejtim janë në gjendje të shkatrojnë shtetin, ardhmërinë dhe partneritetin vetëm për koltuçe politike të cilat si duket ju sjellin shumë profit. Po është një dukuri që duhet ta ndajmë ju. Deri para sa viteve ne kemi pasur gjithmonë do thotë një presion nga faktori ndërkombëtar, dhe faktori ndërkombëtar ka qenë ai qoftë ambasada amerikane apo shtetet e Kvintit që kanë ndërhyrë apo kanë bërë presion që këtë problem të zgjidhet. Po më e keqja është që atyre mes nuk ju intereson. Ti thuhet dikujt që në vitin 2025 Kosova është pa ambasador të Shtetit Bashkuar të Amerikës, është vërtet shqetësuese. Ti thuhet dikujt që zëri i Kvintit për të bërë presion për koalicion është paksa i venitur, dhe tëra kjo e dëshmon do thotë një momentum të ri ku edhe jo vetëm qytetarët e Kosovës, po edhe faktori ndërkombëtar i ka humbur vullnetin për të komunikuar, për të dialoguar dhe për të rritur presionin për krijimin e institucioneve. Dhe në fund të fundit nuk është në interes dhe nuk është interes vetëm i faktorit ndërkombëtar krijimi i institucioneve, po duhet të jetë primar i politikanëve të zgjedhur nga vota e qytetarëve të nënshkurtit 2025. Zoti Kërxhaliu, të rikthehemi sërish tek energjia. Oda ekonomike e Kosovës paralajmëroi njëkohësisht se nëse bizneset do dalin në treg të lirë duke nisur nga qershori i këtij viti, atëherë do të përballen me çmime 200% më të shtrenjta. Pse ekziston kjo frikë? Sepse normalisht në një treg të lirë ka konkurrencë dhe teorikisht duhet gjenden çmime më të ulta, jo më të larta. Problemi më i madh është vërtet paralajmërimet të përdaljen tregun e lirë janë shqetësuese, vetë fakti që në Kosovë kemi 4 kompani apo 3 kompani të cilat kanë monopol, në furnizim është e para. Në të dytë, termi treg lirë në Kosovë shumë më tepër teorik se sa praktik, dhe në këtë drejtim pakush e kalkulon faktin që në tregun e lirë ndoshta do të gjeni energji elektrike me 100% të arsyeshëm, por kosti i transportit të energjisë elektrike në Kosovë shumë e shtrenjtë sa vetblerja. Prandaj kjo që do ta bëjë shumë të vështirë, do të thotë furnizimin e energjisë elektrike, dhe nëse kemi një dallim aq të madh nga viti 2024 me 2025 që nga 600.000 do të paguhen më tepër se 2 milion,
atër lind në pyetja ku është produktiviteti, ku është racionaliteti dhe ku është konkurrenshmëria dhe a i kupton politika aktuale kosovare këto 3 terme ekonomike. Ky është problemi i madh, a i kuptojnë dhe a i dëgjojnë zërin e bizneseve apo zërin e qytetarëve. Zoti Xhaliu, keni gjithsesi një farë shpresë se do të pezullohet këto 2 vendime, si rritja me 16.1% e çmimit të energjisë, ashtu edhe dalja në treg të lirë, sepse thirrja kryesore edhe nga oda ekonomike e Kosovës ishte që këto 2 vendime të pezullohen të paktën për 2 vite. Të paktën për 1 vit, më falni. Unë besoj që një kërkesë e tillë kishte qenë arsyeshme në një qeveri apo një kabinet qeveritar që është pro biznes, pro Kosovë, pro sektor privat, pro prodhim dhe pro promovimit të imazhit të Kosovës përmes prodhimeve Made in Kosova. Kjo distancë e komunikimit dhe shikimi i çdo biznesmeni apo e biznesit të Kosovës me një sy të kriminalizuar është vërtet shqetësues. Tentativa që në Kosovë gjithë jenë të barabartë në varfëri është e dyta dhe në fund të fundit do të kuptohet një fakt që nëse nuk ka dialog publiko-privat, si mund të zgjidhen këto probleme, nëse janë target kompanitë e mëdha të shkatërrohen duke i quajtur oligark, atëherë ajo është fillim edhe mbarim i çdo bisede, por e vërteta është që paralajmërimet janë shqetësuese për mbyllje të bizneseve, sepse vërtet nuk ka më në biznes emocion, ka interes dhe kjo ngritje e çmimit dhe probleme tjera vërtet po e ngulfat apo po e ngushton atë rrethin për të bërë afarizëm të mirëfillt në Kosovë. Ndërkohë në këtë periudhë, zoti Xhaliu, vjetre referuar shifrave, sepse tendenca nëse bizneset preke, nëse rriten kostot e biznesit, nëse bëhen më pak konkurrues, i bie që të ulet eksporti dhe të rritet importi. Është vënë re kjo gjë në Kosovë? Është një dukuri që përcjell Kosovën nga viti në vit. Produkti kryesor që Kosova eksporton është keshi, është paraja e gatshme, që ose brenda një viti kalendarik importon 6 miliardë 300 milion euro dhe eksporton vetëm 800 apo 900 milion euro, është një indikator shqetësues. Dhe e dyta, do të thotë Kosova ka humbur betejën për energji elektrike dhe do të jemi të varur nga importi që është në fillim. E kemi thënë në debate me ju, i respektuar, që në Kosovë nuk duhet të vajtohet, po e them në gjuhë popullore, ajo pse po ngritet çmimi i energjisë elektrike, po duhet të vajtohet pse nuk ka prodhim kur ekzistojnë resurset, ekzistojnë potencialet dhe ato nuk shfrytëzohen. Të thotë diku që Kosova furnizohet me energji elektrike vendore me investime nga Jugoslavia në vitet 60-ta, 70-ta dhe me 25 vjet të shlirimit ne nuk kemi pas kapacitet apo guxim politik për të ndërtuar kapacitete të reja prodhuese, është dëshmi e mjerimit dhe kur qeni i varur nga importi duhet të ballafaqohen me ngritjen e çmimeve. E them 16.1% është kërkesa e parë, por nuk është brenga se sot është e shtrejtë, po nëse do të kemi acar në janar dhe në dhjetor, atëherë duhet të përgatitim për ngritje tjetër, sepse kemi rregulla të reja të lojës që i dikton oferta dhe kërkesa në janar dhe në dhjetor të vitit 2024 dhe 2025, 1 kilovat energji elektrike ka shku deri në 350 euro. Dhe në këtë drejtim e ke 2 alternativa, të jetosh me terren të përqafosh reduktimin e energjisë elektrike ose të blesh me çmim çfarë i dikton tregu. Ky është mjerimi që ka kapur Kosovën në aspektin e energjisë, në vend që të jetë fuqi rajonale për eksport apo të paktën të përmbush nevojat e veta, ne duhet edhe me tutje të jemi të varur jo vetëm nga importi i produkteve esenciale, po edhe nga energjia elektrike, që është një ndër faktorët që determinon zhvillimin ekonomik të një shteti. Madje në periudhën, zoti Xhaliu, kur filloi edhe agresioni rus ndaj Ukrainës, çmimet shkuan edhe deri në 700 apo 800 euro për megawatt, kështu që tregut asnjëherë nuk i dihet. Ndërkohë, kërkesat e odës janë afatshkurtra, pezullimi për 1 apo 2 vite nuk është të ta zgjidhin situatën në afatgjatë. Po bëhet gjë, ka shpresë të paktën si përsa i përket investimeve në termocentralet ekzistues, Kosova A, Kosova B, për t'i bërë ata më modern, por edhe investime në energjinë e gjelbër.
Për fat të keq, sot në botë nga 100% prodhimi i energjisë elektrike, vetëm 15% është energji alternative. Burimet kryesore është nafta, është gasi dhe thëngjilli, prandaj në këtë drejtim duhet të analizohet ky realitet. Në rend të dytë nuk eksperimentohet me ekonomi, siç kanë eksperimentuar shumë vendet e Evropës, dhe ky eksperimentim me energji alternative ka dëmtuar industrinë dhe prodhimin, sepse nëse e importon energjinë elektrike në mungesë të gazit rus me 40% më shtrejt, si mund të jesh konkurrues? Në këtë drejtim, kërkesa e udhës ekonomike është e arsyeshme, mirëpo nuk është zgjidhje, sepse ky projekt apo ky proces duhet të analizohet në aspektin kohor, afat shkurt, afat mesëm dhe afat gjatë. Prandaj jemi shumë të vonuar që tash ngrisim presione për prodhime të reja, sepse investorët potencial nga e kaluara, që nga Amerika, që nga Evropa, që nga vende tjera, aq janë të zhgënjur me birokracinë dhe korrupsionin në Kosovë në fushën energjetikës, saqë nuk e kanë ndërmend dhe nuk besoj se do të vinë. Do të ketë ndoshta edhe mbyllje apo renovim të termoelektranit Kosova e Re, do t'i merr 6 muaj deri në 8 muaj, mirëpo prap do të jemi të varur nga importi dhe prap është një teknologji e cila është e vjetruar, por e modernizuar dhe nuk e di sa do të jetë efektive ky kombinim apo ky rehabilitim i përkohshëm. Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Me çdo kusht orientimi në gasifikim dhe në shfrytëzimin e lignitit, që Kosova është e dyta në Evropë, e katërta në botë dhe nuk e meriton ta përcjell jetë në krizë. Mallkimi i hirt, siç e njeh shkenca, do thotë këtë term bazuar në faktin që shumë shtete që kanë pasuri natyrore janë të varfëra dhe i përcjell telleri, siç e përcjell Kosova në këtë drejtim. Kjo zakonisht, zoti Xhaliu, ka ndodhur me vendet e kontinentit afrikan, por me sa duket e shohim edhe në zemër të Europës. Dhe për ta mbyllur bisedën, zoti Xhaliu, në këndvështrimin tuaj, mendoni se ka ende një fije shprese, sepse e vendos tekstin edhe tek bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Kosovës. Ne kemi ngritur bursën e përbashkët të energjisë dhe supozohet që të ndihmojmë në mënyrë të veçantë njëri tjetrin, sepse interkoneksionin e kemi. Shqipëria është hidro, varet më së shumti nga kushtet atmosferike, ka apo jo rreshje, ndërsa Kosova është termo. Pra, normalisht mund të plotësoni njëri tjetrin. Nderuar në rend parë, duhet kuptohet e vërteta që ekonomia e Kosovës dhe Shqipërisë nuk janë konkurruese apo nuk janë konkurrente, janë komplementare. Po që të kemi këtë komplementaritet, duhet dialog, duhet partneritet dhe duhet parafërsi edhe politike, edhe do thotë të kulturore, edhe historike, po edhe zhvillimore. Vetë fakti që kemi këtë distancë të komunikimit mes kryeministit të Kosovës dhe të Shqipërisë është e para. E dyta, edhe Kosova dhe Shqipëria janë shumë më tepër në hall të zgjedhjeve dhe luftës për pushtet sa për shtet dhe për qytetar. Dhe e treta, definitivisht është koha kur duhet të shlirohemi nga emocionet e patriotizmit folklorik dhe të orientohemi në funksionalitet dhe në zhvillim ekonomik. Jemi dy shtete, një popull të ndarë, dhe ku ta shikoni këmbimin tregtar është për të turpruar, sepse në rrethana normale do të jetë një këmbim tregtar mes dy kompanive apo dy supermarketeve, njëra në Kosovë, tjetra në Shqipëri, dhe jo do thotë e dy shteteve të pavarura sovrane dhe do thotë të një kombi të ndarë. Vërtet është një paradoks që kërkon në studim, por definitivisht është koha kur duhet për ekonomi të bëhet më tepër se sa të flitet, është koha kur duhet ekonomia edhe në Kosovë edhe në Shqipëri të shlirohet nga dominimi i politikës dhe influenca e politikës dhe të shlirohet nga emocionet do thotë patriotike, të orientohemi në orientimin e interesit të përbashkët, sepse termi modern në ekonomi është gjenerimi i efekteve win-win. Të shpresojmë, zoti Xhaliu, në thellimin e bashkëpunimit dhe njëkohësisht që kërkesat e bizneseve të Kosovës të dëgjohen pavarësisht se politika për momentin ka halle të tjera. Faleminderit.